Ky emision përmban vendosje të produkteve. Okej, mirë se veni prap me Lumin edhe me mua edhe me Lumin, që shdani. Me Lumin edhe me ti. Okej. Sot kemi me pregadit një darkë. Darkë shumë të lehtë, shumë të shëndetshme. Quhet? Broj. Broja. Na nevojitet milli bardh, milli kalamajt, ve, kos, qomsht, vaj, krip, pure. Së krip. Së krip. Milli bardh, kalamajt, ve, kos, qomsht, vaj, edhe pecif që i themi ne. Pecif, po. Po vynë edhe krip. Okej. Marim jenë bajegi të thellë, se masa është bajegi e madhe. Një lugë. Mas pari qesim 4 ve. Gjithmonë me pas kujdes mos me ra lëvora e ves. Unë kom zakon ka një herë, si pa hiri, si pa qëllim. Super. Kjo është një ushqim bajegi i shëndetshëm. Nuk është shumë kalorik. Përveç millit bardh, do me thonë tjerat janë qatë shumë kalorike, po është shumë i shëndetshëm. Qesim, fillo me përzilum. Po, nisë pak se... Qenan, prit, Lumi. Po. Se zemën me kjo është me përshtatshme. Okej. I qesim krip, dikun një lugë, kështu të mesme. Varet, për shembull, proja ka mundësi me u bo me shumë qka. Me sugjok, me spanaq, me pure, me djath. Nëse e bani me djath edhe djathi është i gjelët, atëre sigurisht që qëtni ma pak krip. Po pasi unë e këtu s'po përdori shumë sa në gjelëta, atëre një lugë e gjysmë mesme krip. E përzim. Që? E vazhdo te. Do të thotë e përzi. Po, e përzim. Okej. Derisa masat bëhet homogjene. Edhe furën paraprakisht veç e lëshojmë, do të thonë veç e kom lëshu furën, po shkak se kjo përgatitet shumë shpejt. Lëmë mere, i lani e në pak ma vonë. Po. Këtu i kemi 2 gota kos. Qesim 2 gota kos. Rrët 2 qesi. Po, unë faktikisht kejt qatë mas që... Faleminderit, Lumë që ma përkujtove. Me qatë mas që e matë një kosin, me qatë du të me majtë edhe vajin, edhe qumshtin. Që kosa si e njëjtë. Do të 2 gota kos, 1 gotë qumsht. Përzim. Kemi edhe... Gjithmonë, po mënej, ky recept e do 1 gotë vaj, po unë kam shprehi që se shkru në recept që është 1 gotë vaj, pa tjetër ja heki pak. Nuk e di pse, nashta me bo pak. Ose ashton, ja hek pak, ose ashton, shumë. Jo bre vallaj, mish po ma qëtë zonin e zi se... Qaj kom bo veti. Do të kjo mundet me u bo edhe me gjys gote vaj. Po unë ja kom hek pak, jo shumë. Okej. Tash e marim, këtu i kemi 2 gota mill, me të njëjtën mas që e kemi matë kosin edhe qumshtin. Bese që është dorët me vardu me qato. Me kon? Me këto. Apo? Po s'ka lidhje. E qesim, këtu i kemi 2 peciva. Okej. Edhe, njëkosisht edhe 2 gotat me masën e njëjtë të millit kalamajt. Pra është përzime 2 millëreve. Okej, përzim. Përzijet i shtalum. Është kujdes. Unë po i marrë purit edhe po i qaptoj. Puri, unë i ko marrë gjys kilogrami, po kjo është prapë si pas shijes. Krejtë më varët sa kini qef, kush ka qef puri. Kjo mundet unë tash me u bo edhe me spanaq,
Mund me u bo me djath, mundet me u bo me sugjok, që është nuk është shumë e rëndësishme, këtë varet, po unë sot e kom përzgjedh purinin. Pse du purinin vetë shumë. Nana dën e unë e urrej. Për një... Kjo Nana ma se tha që mund me bo me qka dush, me purre, me spanaq. Nana ka zgjedh me purre se unë s'te du heq. Se du heq Po lype sugjok, po sugjok është rajt. shrejt. Ja, atje s'kishën. Lumi, qëre, unë pe di që ti se do në purinin, po purinin është sa një shëndetshëm edhe spaku një herë një javë është mirë me përdor. Spaku një herë një javë. Edhe unë po mundona me mësu Lumi se jo gjithmonë të pëlqen gjithë shka me hangër, po ndonjëherë duhet me vepru edhe kunder vullnetit. Okej? Ka purre du në mulla. Po, ajo nën kuptohet, por e duhet mu la. Po. Është sen shumë i letë edhe shumë i thjeshtë më u bo. Edhe gjithmonë është e mirë së ardhën, po me se nuk të mundon. Nuk të mundon shumë, është sen shumë i thjeshtë i letë. Okej, një purre e copton. Qesim brenda në brum, në mas. Unë ndoshta kisha me e prej vetëm edhe një, se po më duke që mjafton. Besoj që mjaftojnë dy purre. Ndryshe kur jam të shtëpia, po ju më s'kallzoni kërkojnë unë e prej kështu. Se s'di me prej kështu, po tash po duhet me prej. Pak me ma kultur. Pak me kultur, kom ushtru të shtëpia pak. Po. Se e kom probleme e përdor drasën, nuk e di pse. Duket shumë ma letë, po natyrisht ma se ne gishtat bojnë katastrofë të tikave, po një mësu që ashtu qështu, për gazepi me prej qështu. Po pe di që këto emision, adhe ne duhet pak më drejtuar. Po mirë, kom ushtru të shtëpia, mirë është. Okej, ma kam bete dhe kjo. Bashkisht qëfse, për shembull, kini qef që kjo me qenë ma e hollë, masa, proja për pjekët. Zilkni nëse... Po, bre që e dora e majtë në myty. Qëse doni me qenë proja ma e hollë, atër me një tepsi ma të madhe. Unë me mora këta, sigurisht është 36 që. Po dhe 38 që mjafton për këtë masë. Qesim pak vaj, edhe shpërndajmë një tepsi. Nëse në shpe e bëj me... Në dorë. Këtu po duhet qështë. Jo se zhët, Nana, Po. me dorë bënë qëto. Mirë dhe, durët janë të lame, së në dejta është atë pregatit. Okej, edhe marim masën, e qesim në tepsi. Kjo nuk donë ma shumë se maksimumi është 15 minuta, në që se veç para prakisht është lëshu fura, veç shoj e kom lëshu temperaturë dhe në fund, po. Atëre nuk vynë shumë kohë, për 15 minuta pjekët edhe është shumë e shishme. Qëka kisha me provu une, veç me qyra ka njaftu shumë krep. Shambu. Po. Okej. Qesim tepsi. Luma bona shara? Faj pashtë, po. Kur gjë e ri. Kur ndryshe thej shumë, këtu shqyqysh s'po ka shumë sene për me thy, se është e pamundën me gatu diçka në shpe, edhe mos me thy. Pa shku na i gotë, pa shku na i sen... Po e kam fillu këta shpis me i ble senet e drunit. Me qita në dy gojtë. Jo, Nana kur gatun, nashta del mirë, edhe... Nashta, del mirë pa tjetër, Kur del mirë, Nana pa thy diçka nuk e len, edhe kur nuk del mirë, Nana pet thën. Atëre të që s'ka dal mirë. Mirë kes, Gjithë qysh përfundoj me thyme. po, diçka pa u thy se len, mirë kes. Kësaj mundini me i qitë përsi prej susam, ose qka do, po unë po kom qef me i qitë origano, se dhe origano e ka një erë, që definitivisht janë ndronë shien, bajegi shumë. Qka do që të marroni, unë origano në kom bajegi pjesë, një ndër senet kryesorit kuzhinës, edhe më duke që jep aromë të mirë. Qka do që pregatis. Qështu, kjo parafërsisht duke qështu, edhe fusim në furr, edhe për 20 minuta besoj që veç është gati. Me kom të hajrit, me dorë të hajrit. Me dorë. Okej.
Okej, troja është gati. Definitivisht është shumë sen i shishëm. Shumë. Sa bukur duket dhe. I thiknë, në? Pak, ndoshta më të madhe. Veç pak e largojmë trojën prej tepsisë që më pas ma lehtë me pre. Okej. Kështu që tepsia pja e formën vetë s'kom nevojë unë. Po, se... Ku më di që është bo. Jo dhe jo, se si shbo, ku me ti që. Ja, si shbo. Okej. Edhe kjo kryesisht është mirë me përcjell me jogurt. Është sen i shishëm që shkon shumë. Nëse e keni për vete, i qitni dhe qëto dy sopat e para, s'ka problem. Nëse keni mja që dikujna e qitni të mesit. Dalin me formë ma të mirë. Dalin me formë ma të mirë, definitivisht. Okej, që ashtu. Okej, kjo është shumë e shishme edhe kur përcjellet me një copë djath. Që ashtu. Ju voft mirë. Shihemi nesër.